Fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP, Luiz Eli, ka bërë një rikthim surprizë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke sjellë menjëherë energji dhe dinamika të reja mes banorëve. Hyrja e tij ka krijuar konfuzion dhe njëkohësisht entuziazëm, pasi banorët e edicionit të 5 kanë menduar se Luizi është futur si banor zyrtar, ndërkohë që në të vërtetë prania e tij do të jetë vetëm e përkohshme për disa ditë. Megjithatë, edhe pse qëndrimi i tij është i limituar, ndikimi i Luizit është ndjerë që në minutat e para. Me stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe provokues, ai ka filluar t'i ngacmojë banorët me pyetje të ndryshme që lidhen drejtpërdrejt me lojën, strategjitë dhe ambicjet e tyre përfitore, duke hapur diskutime interesante dhe duke nxjerrë në pa ego, bindje dhe rivalitete. Një nga momentet më të komentuara ishte biseda mes Luizit, Selinit dhe Artanit. Me humor dhe ironi, Luizi e pyeti Selinin se kush mendonte ajo se do ta fitonte Big Brotherin dhe pse pikërisht Artani, duke e vendosur atë në një situatë thumbuese. Selini, pa hezitim dhe me vetë besim të theksuar, u përgjigj se fituesja do të ishte vetë ajo, duke e quajtur veten Selin dhe Queen. Kjo deklaratë nuk kaloi pa u komentuar, pasi Luizi e pyeti menjëherë se nga e kishte marrë këtë epitet. Në bisedë u përfshi edhe Artani, i cili me ironi tha se Selini e kishte marrë këtë titull duke ia vendosur vetes, ndërsa shtoi se në shtëpi të gjithë janë ashtu quajtur. Selini, nga ana tjetër, këmbënguli se edhe Artani mendon njësoj dhe e sfidoi atë ta pranonte publikisht se e kishte thënë vetë këtë gjë. Situata u shoqërua me batuta dhe të qeshura, ndërsa Luizi e mbylli bisedën duke sqaruar se pyetja e tij kishte të bënte pikërisht me faktin se kush ja kishte shtuar Selinit epitetin Queen. Ky moment dëshmon edhe një herë se prania e Luiz Elit, edhe për pak ditë, mjafton për të trazuar ujërat në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, duke nxitur debate, humor dhe përballje të drejtpërdrejta mes banorëve, të cilat pritet të sjellin edhe më shumë tension dhe spektakël në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.